ka pasur 800 lopë dhe 60.000 kokdele. 60.000? Që nuk i ka pasur ferma Gjergj Dimitrov në kohën e Enver Hoxhës. Ka qenë një nga kooperativ vetë ju? Ka qenë një nga ndër familjet më të pasura të zonës. Që kur vinte puna baktit në dimër, sepse Leshja është një zonë që është mbas malit të Tomorit, në zonën e Tomoricës, që zonë që ke ftohtë në dimër, shumë e freskët në behar, dhe kur vinte behari i silli në dimër, i zbrishin poshtë nga lushnja dhe kanë pasur disa çobener që merreshin me të gjithë baktit, ishin grupi madh që ushqenin, i rritshin, dhe familja Ylloj, veç që ka qenë një familje me pasuri, po ka qenë një familje patriotike, që në momentin që ishte momenti ku do shkonin kur filloi lufta e dytë botërore, dhe mlidhen njerëzit e fshatit dhe thonë të pyesim njerë Yllaj